Faleminderit. Tash kemi pa një koreograferi. Tash ka da me 26 dhjetor ka qenë premier në Prishtinë. Tash e kam pa krejt në këtu intime, në mënyrë intime, kaq bukur. Unë jam flak më ka, ama shumë jam, it's beautiful, really beautiful. So, kalzoma, qka ju ka, kush e ti edhe qysh të ka inspiru me bo këtë vale e tjera? Unë jam Fejm Leka, me 28 janar vitin 2002, jam punësu në ansambli Shota. Atë kohë ka qenë drejtar dhe koreograf Hakim Ulliqi, gjatë që falenderoj dhe jam mirë njës për cilën ka besu në talentin tim, që unë jam kërcimtar. Qysh atëherë, kem fillu në ansambli Shota, me një elan, me një pasion, ishte pas lufta. Ajo pas luftës kena pas një energji të jashtëzakonshme për ta dashur lirien, shtetësien, pavarësinë dhe jasat ku jem mas 24 vite që jam marrë një pune. Unë vjen nga një region që është në Morava, jam për qytetit Gjilanit, frymëzimin për qenë kërcimtar e ka marrë pikrisht hapat e pari ka marrë në familje, sepse gjithë familja vazhon. Edhe kuptohet gjatë rrugës të rrit, formi me sipër, unë ju marrë me një ansambël i cili quhet Ansambli Gurra, me udhëhec artistik Shaban Shabanin, por mos ta harrojmë ta përmendni edhe Nan Nezirin, që ka qenë një koreograf. Kem punu vitet 90-ta, kohë të vështira, edhe ajo kohë ka qenë, domethënë, si me thonë ansambli shoqëritë amatore kanë qenë një shkollë e dytë pas asaj shkollës që e bëjshëm në për kohë të okupimit, që ka qenë shkollat i kena pasur në përshpia, njerëzit të cilët ka dhënë shumë në atë kohë, i kanë mbledhur 33 këngëtar, instrumentist, kërcimtar, dhe kena marrë kulturën gjallë vitet 90-ta. Kuptohet edhe atë kohë, ansambli shtetëror Shota, i cili ka funksionu, po ishin kohë të vështira, pa mundësi me ardhë, me interesu, me punësu, me dhënë një kontribut Shotë qoftë edhe para luftës. Por pas luftës ndryshoi gjithçka, na u çelën dyrt, edhe na dha mundësia me ardhë këtu. Kam kujtime shumë të bukura në fillim, me thonë drejtën, vitin 2002 jam bë 2 valle premier, është bë valja e Peshkatarit, edhe valja valja e Orçinit, koreograf Hakim Ulliqi, dhe është bë valja premier e Besim Yazexhiut, valja Arvreshe. Kur ka marrë në Shot, premiera nëse zgaboj është majt vitin po të njëjtin vit, muajin e 5 dikon, e ato 3 muaj, 4 sa kanë punu për premier, kanë qenë me emocion të jashtëzakonshëm. Unë punësova në Shot, kuptohet udhëtimi që u thosha ishte vështirësinë veti, mundësitë materiale ishin shumë të pakta pas luftës, jo që kishim mundësi të punojmë të kem. Kur punësova këto, atëherë fillova me marrë një pak, pa ajo pak për atë kohë ishte, si me thonë, vetëm mbajtje ardhje, ustem. Edhe kuptohet për disa gjana elementare personale, si i ri, isha 23 vjetë, edhe me thonë drejtën, nuk e kem besu, kur që do të vjen kjo ditë, unë do të jam kaq gjatë këto, të pas parasysh kushtet edhe gjanat të cilët për kohën rrogat ishin shumë vogla. Por na ja kishim kushtu jetën kësaj pune dhe fillum me vendos me jetu edhe në Kosovë, një qasë punës mi përvjel kratë, si thujmë na. Edhe me ju përvjel punës për me punu, edhe pash vetën që unë muj me jadal, e pash vetën që unë muj me pas sukses. Edhe krimtarin e parë që këmë ba në Ansambli Shota, valën dyshe, me kolegun të Besnik Rajqevcin, është valën me motive të Karadakut. Ditë që janë ajonë ka për 20 vale, kur vale më falë një burimore, e unë fillova i mora një 3-4 vale dhe i ndërthura mrena dikun 5-6 minuta. Ta marrë me karakter epik, borëror, po, edhe mas duetit, vitin 2018, e këmë ba valën Dasma në Moravës, këto janë inkorporu, dhe me thonë gjithë trupa, po, edhe aty janë edhe femnat, janë edhe mashkujt. Po gjithmonë në krimtari, po do të ne si kryus të ri, gjenerat e re, po do të me punu mos me ikë edhe motive. Mundemi të ngritim në ato në nivel artistik, të stilizojmë pak, po do të me qenë gjithmonë në taban të popullorës, folklorit e gjitha këto. Edhe kjo fundit që e përmene, kër e hapëm edhe temën, është Fenikset. Andraja me ka qenë... Kush nuk din që ka është Fenikset? Tash do të sfjegojmë.
Çka është një Phoenix? Phoenixet është i cili është që ja kom dedikuar shqiptarët të Kosovës, ja kom dedikuar të pagjeturve, nanave që kanë humbur të gjithë afërmërit e tyre. Ja kem parasysh sot janë 1000 kusur që janë të humbur, edhe këta që janë të humbur, domethënë bota, si që shohmi ne këtu në Kosovë, i kanë mbyllë syt. Domethënë kush nuk e shohmi çështë, por nuk ka drejtim që të zbardhet fati i tyre. Phoenixi simbolizon pavdekshmërinë, ringjallën, shpirtin, forcën, domethënë të popullit tonë. Domethënë përmes saj unë gjithmonë isha 20 vjet kam qenë, atëherë unë nuk mujta me shku në ushtrinë shtimtare të Kosovës. Kushtet dhe rrethanat ishin shumë të vështira. Gjithmonë kam jetu derisa jetoj prap me këtë breng që unë s'kam mujt me shku, se unë kam qenë i aftë për të shku për të luftu për vendin tim. Edhe kjo emocion, si me thonë kjo se kam emocion e ka po flas tash. Atë që ka mujt me dhanë në aspektin e forcës edhe dijes për kohën, për ushtrinë shtimtare të Kosovës, me ju bashkan gjitë miqve, dashamire, vllaznit ta, nanat tona për t'i mbrojtë. Unë atëherë, ata që s'ka mujt t'jem fizik, unë sot në përmes artit dhe gjuhës të trupit, jam mundu t'jem pjesë. Njerë një tipët mundësia me bo për venin ta me ka pushkën, kur mos i mundësia. Në për thonë kur heq. Unë sot e kam djalin 8 vjetë edhe vajzën, shallas ndodhë kur me pas luft, pa amanet kam ja lanë momentin që li vene ju me shku. Dët mund me jetu, dët mund me vdik, po këta kam ja lanë kështu për zxalli, sepse unë jetoj me këtë bring. Aty është qëllimi i krejt këtë bised, do thot domethënia e shotës, e kulturës për Kosovën është kaq eksistenciale, është kaq thellë të ju, do thot nuk është veç një punë, nuk është një valle, po është identitet si njeri. Është ana shpirtërore, ajo të cilën neve nuk marrë rahat asnjëherë. Për ata që na dojmë gjithë shka njët, po kur bëhet fjallë për venin, për kombin, për ata dëshmort, ata njerës që kanë humbë, këtu nuk ka kompromis ma, nuk ka diskutim me kërkan, këtu do të me punu, i madhe i vogël, me dash venin tonë, me qupër para, dhe mësë me nështru njerës gjallë. Unë jem rrinë një frim familjare, ku vendi, kombi, gjuha, ka nga valja, ka dominu gjithmonë. Flamuri, do më dhanë një në rritë në kohë, kur flamurin s'kena gëdzu me pasas në shpe, e le ma me marrë me qitë në rrugë atëherë kur ishin protestat. Shumë rëndësi Amerikanët që kanë ardhe dhe kanë ndihmu Kosovën, me kuptu qëfar do më thonja Amerike ka për Kosovën. Mundesh, do shë ti me shpegu mas miri. Tash do të shpegojnë. Ndoshta për këthena prapë në kohë, për qlirimin e Kosovës, ndërhyrja në adhës Kosovë, edhe liria Kosovës ka qenë andër e ka mëqme për 100 vjetë e këti populli.
Për pas që do falenderojmë natën, unë do t'jam falenderues dhe mirënjohës gjatë gjithë jetës, edhe fëmijën me edukojnë këtë mënyrë kush është bildin toni. Dhe më thonë, e frymëzoj sepse falin e një fjallës ti, një nënshkrimit ti, një urdhit tina, dhe më thonë, ne sot dhe jetojmë, shijojmë, jemi martu, kem kriju familje, kem bo institucione, kem bo shtetin, kem bo gjyqje, kem bo ushtrin, kem bo policin, falë ati vendimit të cilët e ka marë bildin tanë, paja më humë të tjerve, që është Wesley Clarke, Madeleine Albright. Christopher Hill, janë shumë do emra që ndoshta përmendis, po bjen më për kohën kanë qenë për neve aktor kryesor, të cilët na kanë dhënë lirin, por na tash çka duhet punojmë, errëtar, natë ditë, që ta mbajmë, ta ruajmë, ta përjetësojmë derisa të kenë frymë me marr njerëzimi, Kosova do të jetë shtet, por duhet ta thonë të vërtetë, unë jetoj me një ëndër, e kam thënë edhe pastër tham, është thënie e Isa Valitinit, shqiptarët janë mirë kur është Shqipënia mirë. Na nuk do të nalmi për ta bërë Shqipërinë të bashkuar. Unë e di që është momenti, është politika, është koha, po kjo do ndodh. Unë e bi, si më thonë, e ndjej. Shpresoj të jam gjallë e ta përjetoj, por nëse s'jam unë e di që fëmija me do ta përjetojnë Shqipërinë, ashtu që ka falë Zoti. Jo, shka dojmë na të marrim tokat huja, s'kem nevojë kur për to, na jem tokat tona, edhe këta do ta shijojmë pse për ndryshe nuk kena me qenë rahat. As na që jem gjallë, po besam një s'ka me qenë rahat, as dëshmor që janë sot. Kështu që kjo është, ka shumë për thonë, ndoshta, po emocionet vojnë vetën edhe... Do thëtë kuptohet, jemi këtu në salën e valëve, po kuptohet që çfarë djenje që keni ju edhe krejqët për vendlindjen, që unë po du shumë Amerikanët mija do thëtë më kuptu, kjo është domethënie e Kosovës. Çka ke shpreh tash ti, është tamam zemër thellësi e shqiptarëve. Edhe të Kosovës, edhe të Shqipënisë, veç keni shpreh, edhe tash keni shpreh, edhe në valle, do thëtë krejqat ndjenje që çka keni përjetuar në Kosovë, çfarë shpresë ke për ardhmërinë e Kosovës, ju keni shpreh në këtë koreografi, nuk mund me mendu në mënyrë më mirë me shpreh. Koreografin që më bo, mrena kësë koreografie, kësoj tablo koreografike, është realisht, valja flet vetë. Tash në artin në përgjësi, në veçanti këtë raste, valja është diçka që ndjehet, e sheh, e observon, e merr mrena shpirtit edhe përjeton. Jo gjithkusht ndoshta mund ta kuptoj këtë farë, mesazhin të cilin ka ndoshta e punë. Por e mira e artit është se secili atë çka e sheh, atë çka ndjen, atë le ta merr. Së është të thanën ti tregojnë që ka kjo ku me në dora këtu kama, a kuptan. Dhe pëllan ata duhet ta shojnë valën, ta ndjenë, ta gjejnë vetën si cili. Edhe kjo është ajo që na në përmes kësaj valën, unë Fejmleka jam mundu atë, si me thanë, atë andrën, atë ta që s'ka mu t'jap për Ushtrinë Shqiptare Kosovës, për shtetin tim, një mënu këtë rast në përmes kësaj valë që një mesazh që unë e ndjej të paktën me shpirt edhe në përmes lëvizjeve dhe gjuhës të trupit jam mundu t'i la ansambli shota një vale, këtë tablo grafike që në sirtarën e vetë ta kenë një diçka që është si që është Ushtria Shqiptare Kosovës, janë 3 shkojnat arta që nuk ka kush njeri rruzit të kësor që mund t'i shlyma. Ato janë të gravuara, në më thonë, edhe ato do t'i mojnë përjetësisht në zemër. Besoj shumë dhe shpresoj shumë që ja ku më arrit, ja ku më dalë, besoj dhe shpresoj se kjo koreografi ka me jetu gjatë në ansambli shota, besoj dhe shpresoj shumë që kjo vale do të prejkë thellë zemrat e çdo qytetari të Kosovës, po çdo shqiptari edhe gjithanej në përbot. Shumë faleminderit.
Faleminderit për ftesën, shëndet, respekt, edhe ty të përgëzoj. Faleminderit që ardhën, i rikthyn në Kosovë. Faleminderit shumë që i kthyn nga Amerika. Jetë të bëni një punë të madhe të jashtëzakonshme. Zoti të bekov, Zoti shpërbleft, dhe është Zoti ta kesh shëndetin, familjen. Edhe pjesa tjetër, çka do që bën në Kosovë, shpresoj dhe besoj që është edhe janë institucionet të Republikës Kosovës që duhet ta shpërblejë mundi që e bën. Jo vetëm ty, po të gjithë ata që mendojnë trashëgimisë kulturore, shpirtërore, që qesin nga një tull. Se vetëm kështu mund ta ndërtojmë edhe shtetin, edhe artin, edhe të ngrisim vlerat në mënyrën që të çojmë sa më lart në një mënyrë në të ngritim një pjedestal, si thojmë. Edhe gjatë rrugës, gjatë bisedës, më fal, pata pak emocione, ndoshta na ikon ku mujt me po dola pa nga vetja, po kjo shpirti artistit është kë. Na kajmë nga njëherë në veti, po nuk shprehemi. Po unë puni që kam përgjithësi këtu në Kosovë, me komuniku me botën kush janë shqiptarë, çka është Kosova, e çfarë djenje është thelb, është më rëndësi prej krejve, do të çaj shqiptarizmi, çaj zemër që keni ju, çaj shpirt, ajo është që sene që unë po du me rujt edhe me shpreh tjerave. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Respekt, Zoti shpërbleft.